Mirëserët në pjesën e dytë të holit të gjërave që blevëm ne si ditë e parë këtu në Stamboll. Të vem. Këtu kam shumë gjëra të tjera dhe u tregoj me radhë. Gratis ju kam thënë në video të tjera, është si tip Rossmann, si tip Well, por turk. Tani le t'i hapim dhe u tregoj si më kapi dora, çfarë më kapi dora. Anyway, fillojmë. Morëm një preska për lapsat të buzëve, të syve, kishe kështu edhe për lapsat të trash, edhe për ato më të hollët. Këtë e kam hapën. Ky është një krem SPF, një krem mbrojtës nga dielli për fytyrat, mikse dhe të ndryshme. Në fakt unë kam edhe Larsin, kam pas edhe kremin hidratues, të cilin shkova për ta ble dhe nuk e kishin, por anyway mora këtë dhe kam marrë një krem tjetër hidratues, po kështu të lehtë dhe jo që të më rëndoj fytyrën, t'ja u tregoj. Një anti-tears, pastaj shumë për bërë pagesën tam këto, i morëm, ishin me fruta këto, ndërsa këto janë krimba sour, krimba të afërt. 2 kolinos edhe një set me furça. Këto ishin vitamina për gra, thuhej, dhe mami i mori. Morëm për mamin një serum retinor 0.3%, na ka thënë ajo që bën pastrimin që nuk duhet me përqindje të lartë, kështu që morëm këtë me më të ulët, edhe me kalimin do të rrisim edhe dozën, domethënë. Kemi edhe fakturën. Mora një laps kështu, nuk e di, është firma Emily, nuk e di a kanë në Shqipëri kështu, numri 217. Ky është i errët, është kjo ngjyra këtu, sepse i kam bërë një swatch atje. Është edhe kjo, por kjo është më shumë ngjyrë për mamin, është ky holli këtu. Morëm një sudo krem të vogël. Mora këtë kremin e fytyrës nga Nivea, ishte me acid hyaluronik edhe me kastravec. Një set me lisë flokësh, një sapun me lule. Mora një beauty blender të ri, sepse atë të kuqin që kam, që besoj të keni parë në për Get Head With Me, që kam bërë, ka shumë kohë dhe mora një të ri, plus që kishte edhe këtë kapakun që ta mbrëm nga plurat. Një set me leukoplast. Mora një pak me tampona. Bledhëm edhe një kryer të ri, kishte këtë ngjyrë e lezetshme. Kjo ishte një shampo kundër zbokthit. Kjo ishte një piskatori, ishte një nga më të mira që kishin aty te sektori dhe mori mami. Mora një xhel vetullo sepse më kishin mbaruar. Një laps buzësh, është ngjyra këtu. Mora edhe një bronzer. Është koha të mbledhim rëmujën, unë ju mbyll këtu, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, do shihemi në një tjetër shorts.